Shkëlqyshëm, s'ka si bëhet ma mirë, në punë tonë, në rrugë tonë. Shumë mirë, unë jam shumë e kënaqur. Në në rrugë të Shkodrës që kanë kursi bicikletet, jam shumë e kënaqur. Me që dalim për ditë me bicikleta. Kanë bërë shumë bukur. Po, tash ma mirë e s'dëmën. Bicikleta tani ma bukur s'ka. Po, mirë bollë i lumtë. Shumë krahë, ti që ka ma. Mirë janë, për çdo vend janë mirë. Bicikletën e kam përditshme, më varet që ka hije, ka dal, në kjo rruga mirë boll është. Herë tjera s'ke mujt me kalu. Për i makinave, që i kanë bloku rrugë. Po tjetër që mirë, se jesi ma pa frikë. Me tonë këtë trafik makinës që është një kalim që rruga. Bicikletat e do të kalojnë. Për njëtë, është shumë ma mirë që çdo gjë mu rregullu këj vend. Për mendimin tem, është punu. Shumë të kënaqur jena, edhe me thonë drejtën jashtëzakonisht mirë. Nëse edhe fëmija shkojnë të do në bosë, kanë djalin e vogël, shumë të kënaqur jashtëzakonisht. Po, e kuptoj. Ndërmarrja e shërbimeve publike, bashkëpunim me ndërmarrjen e ujësjellësit, kanë kryer gjithë shërbimet e nevojshme që ka kjo rrugë. Janë bërë gjitha konetat edhe kanalizimet e ujrave të bardha, sepse rruga nuk ka pas fare kanalizime ujrave të bardha. Është bërë komplet trotuar i ri, është bërë ndërqimi let. Gjatë kësaj kohe, duke qenë se janë hap kanalet për mu bë kanalet e ujrave të bardha dhe konetat e ujrave të bardha, është bërë dhe riveshja me asfalt e komplet rrugës. Mos e është bërë riveshja me asfalt e gjithë rrugës, është punë e nevojshme si proces pune që na kena përdorur gjithë jetën në gjitha rrugët e qytetit Shkodrës, kena ngrit pusetat nivelin e riveshjes asfaltit, e cila është bërë dhe mendoj që ka dalë shumë mirë dhe është e dukshme. Kjo punë është një proces pune që bëhet çdo herë, mos i bëhet riveshje me asfalt, jo kur ndërtohet rruga e re. Se kur ndërtohet rruga e re, puseta del në kuotën e vet. Kur është riveshje me asfalt, bëhet ngritja pusetave në çdo rrugë që bëhet kjo riveshje.